Si opozitarja LSDM, po ashtu edhe partia në pushtet VMRO-DPMNE me thirrje drejt prokurorisë që të veprojë mbi skandalet e partisë rivale. Socialdemokratët kërkojnë nga prokuroria që të nisin hetim për skandalin me tender prej gati 9 milion eurosh, i cili sipas tyre i është dhënë një kompanie me vetëm 2 të punësuar. Sipas LSDM-s, pushteti aktual po vazhdon skemat e vjetra të Grueskit dhe Mihajlkovit, duke u vjedhur qytetarëve parat përmes praktikave të njëjta korruptive. Prokuroria publike nuk duhet të hesht, por të veproj. Vjedhja e popullit përmes skemave korruptive për larjen e parave duhet të ndalet dhe të ketë përgjegjësi. Bëhet fjalë për 9 milion euro, para të qytetarëve, të cilët duhet të përfundojnë te qytetarët, e jo në xhepat e kupolës së pushtetit dhe të pallatit të bardh, tha Bogdanka Kuzeska, zëdhënëse e LSDM-s. Edhe VMRO-DPMNE me apel drejt prokurorisë, por për një çështje tjetër, skandalin me fondet IPARD. Sipas tyre, Zaev, Filipçe dhe Lupço Nikolovski dyshohen për skem korrupsioni, ku fshirja e 2.000 tonëve grur me vlerë 800.000 euro dyshohet se është shpërblyer më pas për një grant prej 1.4 milion eurosh për kompaninë e familjes Zaev. Përfituesi i këtij granti europian është kompania Trogo Produkt e familjes Zaev, brendi i njohur Mamas. Edhe më të dyshim të bën fakti që në atë kohë ky grant prej 1.4 milion eurosh ka qenë granti i dytë më i madh në historinë e programit IPARD. Dhe ky nuk është rasti vetëm i tillë, prandaj ftojmë prokurorinë ta hetojë këtë deri në fund, u shpreh Valentin Manasievski, VMRO-DPMNE. Nga VMRO-DPMNE përfundojnë duke thënë se tani është shansi që prokuroria të dëshmojë veten, duke nisur procedurë sipas informacioneve të marra dhe t'i verifikojë të gjitha këto dyshime. Gjersa nga LSDM zotohen se do ta vazhdojnë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të pushtetit.